Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa. Falëndërimi tek Allahut, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me temën e 23. Feja është lehtësim. Dhe nuk ka dyshim që feja e Zotit subhanahu wa taala është lehtësim. Allah thotë në Kur'anin Kerim: "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra", me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi, me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi. Në hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ose na tregon Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun, feja është lehtësim. Wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, nuk është dikush që përpiqet ta shtrëngojë fen, të jetë ekstremist në të, dije se feja do ta mundjet. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qarribu ka për qëllim në fjalën e tij saddidu e ilzamu sadada wa sawab, esni në rrugën e dur, në rrugën e drejtë, pra mos e teproni, wa qaribu, pra afroni, lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni, pra dhe her mas here merrni çfen me lehtësi, me qetësi. O shejin min ad-dujla, e diçka prej rehatis, her mas herë, kohë pas kohe. Pra mos jeni njerëz që përpiqeni të shtrëngoheni dhe të jeni super strikt në çdo gjë, kurse feja e Allahut azza wa jall në këtë çështje ka lehtësim, ka qetësi, ka rehati. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, të jemi të vazhdueshëm në adhurimet e Allahut subhanahu wa taala, të marrim gjërat me qetësi, sipas shkallëve, sipas renditjes, gjë që mos të ketë në fen ton pasoja dhe të shkaktoj ke njerëzit mërzi, lodhje apo një rutinë e cila e çon njeriu drejt shkëputjes dal nga feja dhe njeriu nuk e kupton mesazhin pse ka ardhur në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Në hadithin e Aishës radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i urdhëronte sahabët, i urdhëronte ata të vepronin për veprave aq sa kishin mundësi. Qalu inna lasna ka hiyatik, ne nuk kemi si ty e dërguari i Zotit. Ja Rasulullah, pra ne nuk kemi si ty. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, Zoti ty ti ka falur gjitha gjunat çka kanë kaluar dhe çka vijnë. I thot pejgamberi sa fa yaghdabu hatta yu'rafu ghadabu fi wajhi, dhe ai zemroi derisa dukesh zemrimin në fytyrën e tij alayhi salatu wassalam. Thumma yaqul inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Unë jam me i devotshmi ndërmjet jush dhe me i dishmi për Zotin tim se sa ju. Pra, në mënyrë ndryshe, veproni atë çka ju them. Veproni aq sa ju kam këshilluar të veproni. Në hadithin e Ibn Umerit radhiyallahu anhu thot inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allahu dëshiron që ju të merrni lehtësimet e Zotit, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu, ashtu siç urren që ju ta kundërshtoni atë pra të bini gjunahe ndaj Zotit tuaj. Në hadithin Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Zoti dëshiron që ju të merrni lehtësimet e tij, kama yuhibbu an tu'ta azaimu, ashtu si dëshiron që ju të merrni gjërat me vendoshmëri, pra ato gjëra që e keni marrë përsipër obligim të kryeni, pra para në vështirësira, para në ekstremizme dhe gjërat pa dëshirueshme. Në hadithin tjetër të Burejda al-Aslami qala خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجري أو يمشي بين يديه. Një ditë dola diku për shkak disa nevojave të mia dhe kur takoi thot në rrugë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ecte përpara meje. Fa akhadha bi yadayya fantalaqna namshi jamian, dhe më kapi prej dore dhe filluam të ecim së bashku një copë rrugë. Fa idha nahnu bayna aydina bi rajulin yusalli, dhe kur po ecnim pa dikë përpara nesh që po falej. Yukthiru ar-ruku'a was-sujud, bënte shumë ruku, shumë sejdë. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhe më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atarahu yurai, a nuk e shikon që ai po duket, ose yurai yani po dëshiron të na duket se po falet shumë. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam, i thash Zoti dhe i dërguari i tij e di më së miri, pra unë nuk e di gjë të tillë.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fakultu Allahu rasul alam fataraka yadayhi min yadihi, dhe la dorën time, thot, thumma jama'a bayna yadayhi faja'ala yusawwibuha, pastaj shkoi tek personi dhe ti rregullonte atij duart, o yarfa'uha, dhe ngrinte ato, wa yaqulu alaykum hadyan qasidan. Pra punoni me vepra mesatare, pra jeni mesatar në veprime në adhurime. Aleikum hedjen qasidan, pra jeni mesatar në veprime. Aleikum yeden qasidan, hedjen qasidan, jeni mesatar në veprime. Fa innahu man yushaddad hadha ad-din yaghlibu, sepse nëse dikush prej jush e shtrengon këtë fe, ajo fe do ta mundjete. Pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në adhurimet e tij, duhet të jetë i kujdesshëm në punën e tij, duhet të jetë i kujdesshëm në veprimet e tij, duhet të jetë mesatar në çdo gjë, pra mos ta shtrëngoj veten për te mundësive të tij dhe mos dalim mbi kufijtë e fesë Allahut subhanahu wa taala, gjëra që nuk i ka obligim. Pra të jetë mesatar në veprime, mesatar në adhurime, mesatar në të ngrënë, mesatar në të pirë, mesatar në çdo gjë, duke qenë i tillë, ai duhet të ndjej shijen dhe ëmbëlsinë e besimit dhe adhurimit, dhe nuk të jetë i ngarkuar emocionalisht, as shpirtërisht, as fizikisht. Pra një farë mirë adhurime që me zben nga lodhja dhe raskapitja, gjë që Zoti subhanahu wa taala nuk e dëshiron një tillë. Prandaj lutim Allahun të jemi mesatar në veprimet dhe adhurimet tona, duke mos u shtrënguar fen për te mundësive tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.